Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku kofsh shpule në furrë me perime. Marrim 6 patate dhe i presim në feta. Lyejm tepsinë me vaj dhe i shtrojmë patatet anash. Presim 3 qep dhe 2 speca jeshil. Shtrojmë edhe specat. Kemi marrë 5 kofsh shpule, i pastrojmë, dhe i shtrojmë edhe këto sipër perimeve. Dhe tani fillojmë me përgatitjen e salcës. Marrim lengun e 2 lemonëve, një lugë mostardë, një lugë mjaltë, dy thelba hudhër, dhe 100 ml vaj ulliri, një lugë salcë tomate, salcë të kondensuar, hedhim një lugë kafe krip, një lugë kafe piper, një lugë kafe paprika, një lugë kafe rigon, edhe një lugë kafe turmerik dhe një lugë kafe piri piri. Pastaj hedhim edhe 200 ml ujë të valuar, i përzihem mirë së bashku dhe i hedhim në tepsi sipër mishit që të shkojë nga të gjitha anët. Tani tepsinë e kemi gati, i vëmë kapakun dhe të ta pjekim në furrë për 1 orë 220 gradë Celsius. E servirim. Të dashur miq, kjo është reseta për sot. Shihemi në videon tjetër.